cilët nuk po duan që Kosova të ketë kuvend, pra që ata të kenë shtëpi, të quaj deputet nomadik. Sepse nomadët janë ata të cilët nuk dëshirojnë të kenë shtëpi. Përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndihni. Jemi në këtë minutash të paraditës për të përmbledhur zhvillimet kryesore që e karakterizuan Kosovën, rajonin dhe botën këto 24 orët e fundit. Po do të nisim natyrisht me zhvillimet që ishin në Kosovë, se çfarë ndodhi gjatë 24 orëve të fundit. Mund ta themi se pati ndonjë gjë të pazakont në skenën politike, sidomos ajo që po e errëson shpresën mbase të qytetarëve për mungesë zhvillimesh sa i përket konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, rrjedhimisht formimin e institucioneve të dala nga vota e 9 shkurtit në këtë vit. Do të nisim me këto zhvillime, po them edhe një herë, për të shikuar TV Arbrin dhe shikojmë se të gjitha zhvillimet janë pak a shumë ato që lidhen me realitetin e zëmt sot në botë që po ndodh me luftën Iran-Izrael. Ka përpjekje sot mbase në Gjenevë për t'i dhënë një shans gati pak optimist procesit të paqes midis Bashkimit Evropian dhe ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian, një pjesë të tyre që mund marrë pjesë dhe vetë kreut të shtetit të ajetullave të Khameneit që do të marrë pjesë në Gjenevë. Nuk dihet ato ndodh, këta kemi pritet zhvillime të ndodhin pas dite, duke që gjithë zhvillimet po ndodhin teksa atje po vijon ende lufta midis dyja vendeve. Irani njofton që do të vijoj valën e re të sulmeve kundrejt Izraelit, sikur që Izraeli vijon po ashtu të godas në mënyrë sistematike saqet kryesisht që përbëjnë shqetësim sa i përket zhvillimit të centrifugave bërthamore, uzina bërthamore të Iranit me uranium të varfëruar. Deputetët opozitorë, të cilët nuk po duan që Kosova të ketë kuvend, pra që ata të kenë shtëpi, të quaj deputet nomadik. Sepse nomadët janë ata të cilët nuk dëshirojnë të kenë shtëpi. Mund të dëshirosh të kesh shtëpi, të mos kesh shtëpi, dhe t'jesh refugjar. Ta zonë. Po, ata të cilët nuk duan të kenë shtëpi e nomad. Kjo është thelbi nomadit. Prandaj këta deputet nomadik, të cilët nuk dëshirojnë që të kenë shtëpi të tyre. Sepse shtëpia, kuvendi, parlamenti i Republikës është shtëpia e deputetëve, sidomos opozitorë. Kjo ishte deklarata e dhënë nga kryeministri kujdestar Kurti, teksa ndodhej në një përdorim ngjarjeje, duke i acaruar Kurti e riktheu fjalorin e tij, i quajti kësaj here deputet të opozitës së drejtshme nomad, shtektar, pa shtëpi, avacake kështu me endacake kështu me radhë. Dhe natyrisht që pati një kundërpërgjigje nga gjithë kampi i drejtshëm opozitar, nga deputet ndryshëm, u pati përgjigje edhe vetë kreu i LDK Sabri Xhiku, partinë e cilit po e dëshiron vazhdimisht në koalicion partia Kurtit, duke thënë se si është i mundur ditën shprehet kështu dhe natën na çon mësit mënyrë si tjetër që të hyjmë në koalicion. I tha mos më dërgo asnjë ndërmjetësues, situata të paktën duket e këtillë pa shtekdalje politikisht në Kosovë, teksa vendi po përballet me krizën e faturave të larta të energjisë, me mungesë të qartë të perspektives qoftë në integrimin evropiane, me sanksione nga Bashkimi Evropian, me zero përpjekje të tjera që metojnë krimin një midisi mbase më miqësor për të bërë biznes. Megjithëse, ministrat i referohen statistikave të fundit ku thonë se të bëri biznes Kosovë është në situatë më të mirë, ka investime direkte në shifra më inkurajuese dhe se gjithë çfarë po bën zoti Kurti është t'i jap Kosovës në drejtim të ri. Po bën vërtet zoti Kurti t'i jap Kosovën në drejtim të ri, është çështje e vlerësimit natyrisht tuaj, por puna jonë është të observojmë, të raportojmë mbi atë se
çfarë po ndodh? Vendi ndodhet në bllokadë politike. Për këtë bllokadë politike të ndëruar miq, ju shihni vetë fajtorin, krejt çka po përpiqemi të bëjmë raportimet tona ditore, mbase që kanë mesazh reprizë thuajse, të mërzitshme janë citimet, thekse, deklaratat që i japin qo partia Kurti, qo partitë të tjera mbi këtë realitet të zënë politik. Një aspekt tjetër që lidhet me zhvillimin e fundit që kanë bëj me situatën e sigurisë, ishte edhe një deklarat e ekspertit sigurisë, si ta them Bedri Eliezi, që vurin shënjestër një problem të jashtëzakonshëm që ka të bëjë me sigurinë e vendit, zhvillimet që po ndodhin në Kosovë, ato traumatike sociale, ekonomike, të sigurisë, përballja me Serbinë e kështu me radhë, sipas tij mund të keq shfrytëzohen nga Serbia, e cila së fundi po insiston sipas tij të krijojë një formacion guerrilla ilegal me emrin AKSH për të sulmuar serbët dhe në këtë mënyrë Serbia të krijojë një alibi para komunitetit ndërkombëtar se ja çfarë po bëjnë shqiptarët. Se dyshohet që Serbia në gjendje të avali ekskluzive ka informacione se dyshohet që Serbia përmes strukturave të saj inteligjente po përgatit një lloj AKSH-ja, ju kujtohet armate kombëtare shqiptare, AKSH-ja, një lloj strukture të tillë paramilitare, e cila Vulini apo po që tash më spekuloj, ndoshta Vulini, që është e tipit të tillë, e cila do të përgjigjem në këtë forme angazhimit të shërbimeve sekrete për ta derdhur gjakun sot në përllogarit të aktiviteteve politike të Vučićit. Dhe Drašković ka pas këtë qëllim dhe mbi bindur që i njëjti mund ta posedojë informacione për një angazhim të shërbimeve sekrete sërbe për ta ngritur gjëja një strukturë nacionale shqiptare në territor sërbe. shqiptare. Serbia po provon në krijimin e një strukture nacionale shqiptare. Sikur se AKSH-ja, armata kombëtare shqiptare. Ja, fshini jonë verior Serbia, natyrisht që nuk punon për stabilitetin e Kosovës, punon për të krijuar argumenta në sytë e komunitetit ndërkombëtar se si Kosova po sulmon serb, siç ka bërë projekte të ngjashme dhe në të kaluarën. Është ky zhvillim që mba nën tutel të interesimit, si me thënë, gjithë strukturën e sigurisë, aktarë sigurisë. Nuk ka të tjera zhvillime që po ndodhin. Komunat ndodhen në fazën e përgatitjes tyre për t'i dhënë qytetarëve një mundësi, një shansë më të mirë për qeverisje, duke bërë përurime ngjarjes, duke bërë aktivitetë ndryshme që lidhen me ndërtimin narratives për mirëmbajtjen e pushtetit ose për ardhin në pushtet zgjedhjet lokale në 12 tetor, mbase që tani ka nisur fjalori elektoral. A do të mbajë Kosova 2 palë zgjedhje, siç kërkon vetëvendosja, me 12 tetora janë ato lokale dhe ato parakoshme parlamentare, kjo po refuzohet aktualisht nga oponentët e lëvizjes vetëvendosje, nuk dihet. Por një gjë e di që Kosova aktualisht miq qysh e jetoni dhe ju këtë realitet, po mbahet me zero lajme optimiste për përgjegjësinë që du ta kenë udhëheqësisht e Kosovës, ata që votuat ju për t'i inkurajuar një midis, për t'i dhënë shans një midis, një procesi kreativ diskutime, për t'i lënë anash i natët e historisë dhe për të pasur një rezon base më shtetëror në interes të vendit. Zhvillime vërtet as pak të mira, rajoni që të them Serbia dhe Shqipëria dhe Malizia në dy vendet në Ballkanin Verior që jetojnë me lajmet optimiste se natyre një ditë shumë shpejt brenda aktivitit mbase, siç e thotë dhe kryeministri Rama, brenda kësaj dekade do të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Vendet tjera kanë stagnuar në ndërtimin e narrativave të ndryshme historike, nacionaliste, e kështu me radhë. Vendi nuk po mund të lëvizë në një mjedis më shpresdhënës sa i përket politikat që metojnë një progres të përgjithshëm, një stabilitet në rajon. Dhe gjitha këto zhvillime lidhen edhe me
krizën që po ndodh në rendin global pandërshim, me luftën në linjën e mesme që nisi, që do të vijojë, nuk dihet sot do të vijojë, me luftën e paprovokuar në Ukrainë dhe duket që dy vendet që po i lexojnë mirë zhvillimet në marrëdhënie ndërkombëtare në rajon janë Shqipëria dhe Malezi, po lëvizin sigurt dhe me lajme të sigurta drejt integrimit të Bashkimit Evropian, vendet tjera kanë mbetur të izoluara, siç është Kosova, Serbia dhe Maqedonia. Zhvillimet tjera në Kosovë ka sa i përket komunave ndryshme, vinë lajme mbi ngjarje ndryshme, mbi parurime ndryshme, mbi aktivitet ndryshme, lajme është ende në Kosovë mungesa energjisë, ka reduktime, lajme vjen të jetë ende shqetësimi i bizneseve për faturat e kripurat të energjisë që rëndojnë mbi 1300 biznese e cilat përbëjnë kontingjent më të madh të hyra në buxhetin e Kosovës. Askush nuk merret objektivisht me ta, së paku aktualisht pritet mbase gjykata ta trajtojnë në lënd 2 apo 3 sa janë dërguar atje në mënyrë që të pezullohet ky vendim. Nuk ka lajme të tilla dhe zhvillime tjera që kanë bëjnë me rendin, ligjin, prezenca në rritje e dhunës në familje, sipas statistikave të raportuara nga policisë, është trendi në rritje i dhunës në familje, sidomos i dhunës ndaj grave. Thjesht ka një situatë, nëse më ta them, të mirë mbajtur, të shtetit në raport me zhvillimet, por jo një progres në drejtim të zhvillimeve. Nesër do të mbledhet sërish Kuvendi i Kosovës në përpjekjen e radhës, natyrisht për dështuar këtë përpjekje, nuk ka asnjë gjë të re dhe jo që po e raportoj unë, por situata është e tillë objektive. Paçi një vikend të mirë.